Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë në plazhin e Portonovës në Zvërnec, ku një 29 vjeçare humbi jetën pasi u mbyt në det. Bëhet fjalë për Afrodita Gjilaj nga Shkodra, e cila kishte shkuar për pushime në Zvërnec. Sipas informacioneve, Gjilaj ishte shoqëruar nga 2 miq nga Gjermania, vendi ku jetonte edhe vet. Mësohet se e reja u përball me rryma të forta detare që karakterizojnë këtë zonë, e konsideruar prej vitesh si një nga pikat më të rrezikshme të Bregdetit. Ndërkohë edhe policia ka reaguar për rastin, duke bërë me dije se hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë. Njoftimi i policisë. Rreth orës 16:30 në plazhin e Portonovës në Zvërnec, dyshohet se është mbytur në det shtetësia Axh, 29 vjeçe, banuese në Shkodër. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje, kanë shkuar shërbimet e policisë. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.